Përshëndetje të dashur miq, sot kemi podcastin e parë në gjuhën shqip, me që është edhe dita kombëtare shqiptare, urojmë gjithë shqiptarëve kudo në botë të gëzuar festën. Jam bashkë me Artiola Tabakun. Përshëndetje Artiola. Përshëndetje Eugjin. Edhe si temë të parë këtë herë do kemi pavarësinë tonë shqiptar kombëtar, që të flasim mbi të, si u krijoi dhe sa të drejtë kanë shtetet të jenë të pavarura. Kështu që si mendon ti Artiol? Si nëse e shohim Shqipërinë, çai ka ndodhur Shqipërisë, si na kanë coptu? Kemi të drejtë të jemi të unifikuar apo Absolutisht është e drejtë ajo, unë kam edhe këtë shprehje në Shqipëri natyrale që ne që nga 1912 kemi harruar, nuk e përdorim më tani, edhe në askund nuk e gjen, domethënë në Brezin e Ri. Dhe duke marrë parasysh se çfarë na kanë bërë edhe se sa borxh na ka historia edhe bota, patjetër që na takon që të punojmë drejt unifikimit edhe të gjithë kësaj. Por në fakt unë jam nga ana tjetër e mendimit, sepse duke marrë parasysh shtete për shembull si Greqia, si Serbia, edhe Maqedonia e Veriut deri diku, domethënë gjithkohës kanë punuar për shtetin e tyre, në sensin që të marrin territore nga Shqipëria dhe them ore këtyre bravo u qof more, po ne që kemi qenë të paaft. Dhe deri diku, domethënë e vetmja me sa kam lexuar në lidhje me temën, ndër të vetmet momente që unë mbaj mend që ne kemi ngritur dhe kemi punuar për çështjen shqiptare, ka qenë diku rreth viteve ku po bëhej eksodi shqipt, ose më saktë kur po bëhej zhvendosja e shqiptarëve musliman drejt Turqisë, edhe të gjithë shqiptarët që ishin në jug të Shqipërisë po i detyronin që të iknin në Turqi si musliman, po ndërkohë që ishin shqiptar. Dhe atëherë mbaj mend, nuk më kujtohet se cilja nga figurat tona kombëtare për momentin, por që kanë punuar të ndalej pavarësisht se pati goxha shqiptar që i shpërngulën në Turqi në atë kohë, por arritën që të ndalen. Ndërsa për pjesën tjetër të historisë mua më vjen shumë keq dhe them ne shqiptarët jemi kom që vetëm na kanë pushtuar. Dhe më e keq, ajo që më shqetëson tani nuk është ajo çfarë ndodhi 1913 iku, po se çfarë po bëjmë tani për shqiptarët. E pra, kjo që po japim prap, jemi gati të japim tokë det, vetëm sa të rrim pushtet. Absolutisht, edhe kam parë mbrëm, për shembull kam parë një video të presidentes Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, edhe ishte krah për krah me këtë të parlamentit ton, me Elisën. Edhe domethënë ishte patjetër është një gjest shumë i bukur kur shet dy figura politike. Jo vetëm parlamentit ton. Po, e integrimit po. Edhe patjetër është gjë shumë e bukur kur shet dy figura të larta të politikës, pavarësisht ka edhe politike që janë të dy shteteve si Shqipëria dhe Kosova, po them si nuk kanë pak cip, edhe si u bën, domethënë si bën zemra që ta shesin shi se pavarësia, ne punojmë për shqiptarët, ne duam Kosovën, kur jo më larg se para një muaji nuk e njohin, domethënë nuk e votuan rezolutën për gjenocidin serb në Kosovë. Edhe un kam shumë indinjat ndaj qeverisë dhe shtetit shqiptar në përgjithësi kur vjen puna për çështjen kombëtare, sepse e kam thënë vetëm para pak ditësh që i bëra një pyetje. Ishim një panel me disa të rinj, edhe i bëra një pyetje. E di ndonjëri nga ju se çfarë është Toplica ose ku bie Toplica? Edhe se kishin dëgjuar. Madje kam pasur të rinj që më kanë pyetur pse po si ka mundësi që ka kaq shumë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Domethënë breza patjetër më të rinj se sa ne kuptohet. Edhe domethënë librat e historisë nëpër shkolla po bëjnë një padrejtësi shumë të madhe ndaj brezit të ri, sepse mund të ketë një kapitull për Kosovën, një paragraf për Çamërinë që sot është temë e harruar, domethënë si për politikën, po edhe për të rinjt avash avash. Edhe u them gjithmonë që nuk bëhet ky patriotizmi dhe kam thënë fiks 2-3 ditë para datës 28 para ditës sotme që nuk fillon patriotizmi me storyt e Instagramit edhe me stadiumin, pavarësisht se ajo është një gjë e bukur ta shohësh. Patriotizmi fillon deri në shtëpisë dhe në Adenja Shari kur lun Shqipëria me Serbinë.
Po, se kemi edhe përvjetorin e lindjes sot të Adem Jasharit, dy gëzime në një ditë. Po që nuk fillon patriotizmi në stadion, fillon bankat e shkollës edhe në derën e shtëpisë. Edhe u them gjithmonë, a doni të bëni një gjë të bukur, për shkakun se thon që jo flasim për shumë për serbët. Jo po serbët e jo po kështu e jo po janë race keqe, jo. Do të të gjitha këto gjëra që qarkullojnë. Dhe them, okay, dakor. Le të themi që janë pikërisht këto gjëra dhe ne kemi gjenetikisht ne kemi gjithë drejtën e botës për t'ju rryer. Po ne nuk i bëjmë dot asgjë dhe nuk është formë urrëtia ai brutaliteti nëpër stadiume. Nëse ti do të tregosh që kjo raca jon, ky geni shqiptar është më i mirë, është më i zoti, le të shkojmë, le të konkurrojmë nëpër ku di unë, në për vend ndërkombëtarisht, pra në për këto gara, olimpiada dhe çfarë do tjetër, të japim namin e mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pra kështu punohet për kombin edhe për çdo gjë tjetër. Jo vetëm ashtu, besoj se identiteti jon duhet të jetë më shumë edhe në produkte, edhe në artista, edhe në politik, ndërkombëtar, kemi shenjën tonë të mirë, jo vetëm shenjën e drogës, siç po njihemi tash në përbot, kështu që por është çështje e madhe, po le ta marrim pak nga fillimi. Kur është shpallur pavarësia e Shqipërisë, ka qenë një periudhë luftrash. Tashti më në Europë nuk ka. Ti beson që Shqipëria mund të lidhet me shqiptarët e tjerë, siç është Kosova, siç është Maqedonia e Veriut, Malizi, me treva tonë të ndryshme ndërmjet politikës, apo beson që duhet, tash ne flasim gjithmonë hipotetikisht, që duhet kemi një ushtri që një ditë do na mbledhë të gjithë bashkë, do duhet masë një ditë të ekspandohemi siç janë bërë gjithë forcat e mëdha ndërkombëtare. Sepse asnjë nuk është bë me ashtu sistemin e patriotizëm në stadium. Po. Tani këtë pjesën e ushtrisë dhe këto unë nuk kam të flas sepse jo para pak ditësh po shikoja pak po bënin ca krahasime me forcat ushtarake për shembull që ka Greqia, Serbia, me raport me Shqipërinë edhe ishim nuk e kupton, ishim shumë dobët. Edhe ajo që unë them, edhe sikur ne, të gjithë si popull, 90-100% të duam që të bëhet ai bashkimi, ajo ëndra utopike që me thënë drejtën gjithë fshinjet tanë e kanë, nuk është se duhet ndihemi fajtor ne që e kemi. Po, patjetër. Po, edhe do me thënë, ajo ëndra e bukur utopike për bashkimin e Trojeve. Po grekët e ndrojnë akoma të marrin Stambollin dhe të futen në gjysmë të Turqisë, kështu që pse jo ne trefet tona. Edhe po, do me thënë ka një diferencë shumë të madhe, sepse me pjesën ushtarake nuk besoj që ndodhet, patjetër duhet ta kemi ushtrinë tonë të fortë e tjerë, por unë besoj që edhe sikur 100% shqiptarët të duan që të bëhet ai bashkimi, të punojnë ku diun, të protestojnë, kush mund të jenë format pak më moderne të shprehurit pak në eksin e tyre në lidhje me këtë çështje kombëtare, jam e sigurt që politika në nivele të larta ose të ulta do t'i dekonspirojë në një moment ose në një tjetër. Do me thënë, është sikur të punojnë shqiptarët vetë, po i kundërshton shteti dhe unë e besoj shumë këtë teori, patjetër dhe këtë justifikojnë në lidhje me raporte ndërkombëtare etj, sepse Shqipëria tani është dhe pjesë e NATO-s, do me thënë janë shumë gjëra që lidhen, nuk është aq e thjeshtë që ne duam të bashkohemi dhe hajde se po bëjmë ushtrinë dhe po bëjmë gjitha këto. Por ajo më e pakta që ne mund të bëjmë është të punojmë nga niveli më i ulët deri te niveli më i lartë në lidhje me unifikimin spiritual, intelektual të popullit edhe të trevave. Sepse nuk e di nëse i ka ndodhur njëri tjetër, por mua më ka ndodhur gjatë kohës gjimnazit, ndoshta edhe pak më herët, me rrethin që më rrethonte në atë kohë, patjetër jo me familjen time, por dëgjoja njerëz që thonin, domethënë kur vinte puna për të folur për çamët që ishin në Shqipëri dhe unë jam nga Peqini dhe në Peqin kemi goxha të tillë. Ishte, domethënë gjithmonë krijoi kjo ide mos e çamat, e kupton? Jo, se ata janë tjetër dhe kjo thuaj në popull. Realisht. Ose për shembull, trevet ashtu është. Edhe sot për shembull, edhe për Kosovën madje, se kosovarët, domethënë tani është pak më ndryshe, po vitën përpara dhe nuk konceptohej dot për shembull një martesë me një kosovar. Se jo, që duam ata janë tjetër dhe jam shokuar
kur të njëjta teori kam lexuar i thoshte më duket Nikola Pashiqi para në vitet e 80-ta, diçka e tillë domethënë, kanë qenë teori të politikanëve serb që i thonin eksaktësisht këtë gjë, që shqiptarët ose për shkak që bënin këtë ndasin që e kemi dëgjuar dhe sot, po jo se shqiptarët e Shqipërisë janë ndryshe nga këta shqiptarët e Po. Kosovës apo nga shqiptarët e Maqedonisë që e kanë akoma të freskët atë opinionin. Domethënë janë sa teori që ne na janë futur në popull dhe i themi midis njëri tjetrit, po unë besoj fort që këto janë teori që janë influencuar nga shtetet e tjera. Dhe e kemi shumë të vështirë të punojmë realisht për çështjen kombëtare, sepse ne në një moment ose në një tjetër dekonspirojmë veten. Po beson ti që për shembull edhe kjo patriotizmi në stadium që janë ekipi jon i futbollit, se këtë shoh vetëm faktikisht me ekipin e futbollit, se me ekipin basketbolli, voleybolli nuk kemi pasion të tillë, vetëm në këtë skuadër jemi të pasionuar. Po që janë gjithë futbollistët vinë nga gjitha trevat shqiptare. Mund të jetë nëse është një elit politikanësh shqiptar, kosovar, maqedonës, prapë edhe unë e përçaj pak, ose kështu është gjeografia për momentin, që mund na sjellë një lidhje edhe më shumë, jo vetëm spirituale, po edhe praktike, investimesh, ndjenjash, ne të mbrojmë ata na mbrojnë ne kur na duhet, ndërkombëtarisht po them gjithmonë. Po, patjetër. Pra po thuaj që ta bëjmë, domethënë, duke qenë se krijohet brenda popullit, ky unifikimi. Edhe mbase nuk është ai që duhet, po fillon nga aty. Sepse për shembull, nëse mund të them edhe këtë histori, Belgjika, kur është shpall pavarësia e vet, ka e shpallur brenda një opere që është në Bruksel. Ka qenë një operete për pavarësinë, njerëzit u afiliuan shumë me atë operën, dolën duke këndu, dolën duke kërkuar pavarësinë, mbas 2 ditësh kërkon pavarësinë real, mbreti holandez nuk mundej në kohë të mbledhë ushtrin që shkonte të përmbysë revoltën, e ashtu u kriju Belgjika, kështu që mas edhe ne, mbas një fitore të madhe, kush e di, unifikohemi gjithë bashkë. Unë kam përshtypjen që prap do e çojte politika, sepse ndjesit me popullin janë, se ta përmend edhe një herë pjesën e stadiumit. Domethënë, ajo është një gjë shumë e bukur ta dëshmosh, ajo atmosfera që krijohet etj. Po ideja ime është që mos ta lëm vetëm me atë ide që në fakt nuk, përveç pamjes së bukur dhe namit të bukur estetikisht nuk është se bën ndonjë efekt real, humbëm, fituam apo shkuam atje apo nuk shkuam. Ka akoma shumë gjëra të tjera që duhet bëjmë. Ndërsa në lidhje me influencën e shqiptarëve apo elitave të politikave në shtetet si Kosova apo Maqedonia e Veriut, shqiptarët atje, unë prap kam bindjen që politika çedon diku, të paktën me politikanët në Maqedoninë e Veriut. Dhe më duket sikur të paktën për atje më duket sikur e kanë izoluar dhe e kanë tërhequr pak veten nga shqiptarët e Shqipërisë kur vjen puna në aspekt politike, sepse nuk kam parë shumë politikanë shqiptar për shembull që të kenë një marrëdhënie, ndoshta një takim një herë në sa për një formë standarde, siç bën kryeministri me Aliametin mbase. Por takime domethënë të tipit siç mund të kemi me Kosovën ose siç e kemi qasjen pak më të afërt nuk e kam parë dhe kam përshtypjen që kjo gjë është pak më e thellë se sa influenca e thjeshtë e elitës së politikanëve. Dhe kam përshtypjen që është pak e vështirë që të bëhet, përveç se me Kosovën, po në fakt unë e thash që në fillim, ne dekonspirojmë veten, ne ja bëjmë vete, sepse nga njëra anë ne themi që jo po unifikuam abetaren atëherë me Albin Kurtin edhe Edi Ramën etj, se ç'bëm, ndërkohë nga ana tjetër jo shumë kohë më parë doli lajmi për kompanitë serbe që po merrnin uanin edhe shumë kompani të tjera serbe që po futeshin në Shqipëri. Domethënë, është kjo që ta bëjmë këtë pikturën e bukur që njerëzit ta shohin që ne jemi advetar, po në fakt nga ana tjetër miellin apo mistrin apo ku diun prap serbi kemi. Qumshtin e marrim serb, po. Po. Është
Nëse po, Është një ne pikturë e unë bukur besoj që që jemi pak larg se siç po bëjmë edhe ne tash ke podcastin, po harrojmë prap një trev të rëndësishëm që është në Malnezi. po, Atë po. pjesë në përgjithësi shqiptarët edhe të Shqipërisë e harrojmë shumë që ekzistojnë edhe ato shqiptarët andej. Po besoj Dhe që nuk kam parë, nuk kam parë ndonjë lëvizje ose ndonjë deklaratë ose ndonjë bashkëpunim për shkakun nga politikanët jo, nuk ka, në është e vërtet. do Është të e thënë dhe vërtet arti edhe duke njohur presidentit e komunitetit shqiptar në Malzi, më ka thënë që politikanët shqiptar na harrojnë shpesh. Domethënë vinë kur u intereson atyre që tregojnë që bëjmë edhe për Malin, për shqiptarët po, malezi, por në përgjithësi na kanë harruar edhe nuk merren me ne. Është një histori po. e harruar. Po mendoj, tash do më thosh edhe ti, që ta mbyllim edhe këtu podcastin për sot, që a mund të jemi ne breza e re e parë që mund të fillojnë të ndërtojë një bazë politike diplomatike që të kemi një bashkëpunim midis nesh? Unë mendoj që ne mund të jemi, po për momentin unë nuk besoj që jemi. Unë nuk besoj që jemi sepse ta përmenda pak në fillim me pjesën e sistemit arsimor. Edhe me mentalitetin e vetë të rinjve, e kanë patriotizmin, e kanë shumë të fuqishëm, shumë pasionant dhe është gjë shumë nuk zgjaten të mendojnë se si realisht mund ta shfrytëzojnë këtë patriotizëm në të mirë të vendit. E harrojnë pra që gjëja më minimale që ata mund bëjnë të dinë historinë e tyre. Dhe nuk besoj që mund të bëhet sepse diplomacia dhe patriotizmi janë dy gjëra që ju gjithmonë Shkojnë bashkë. janë dy gjëra që gjithmonë tentojnë që ta kundërshtojnë njëra tjetrën. Kështu që duhet një njohuri shumë e madhe, një përgatitje shumë e madhe e brezit të ri që për shumë arsye që s'po i futemi tani, unë dyshoj që ky brez e ka. Por si të themi, është edhe një thirrje morale, sepse do thoya që ne jemi ndër brezat që realisht duhet që ta bëjnë këtë qasje dhe këtë ndryshim. Ky brez jon i ri nuk po arrin të ndryshojë dot situatën politike në vend. E jo më të mendoj pastaj është ëndër utopike, patjetër mund ta them që po ne jemi brez i ri, ne do ta bëjmë ndryshimin etj, por të flasim realisht në sens pragmatik, ne nuk po arrim të stabilizojmë dot politikisht vendin ton. E jo më të mendojmë ne për diplomaci, për gjërat e tjera që unë besoj që diplomacia në midis të rinjve shqiptar është një term pak shumë i largët, domethënë. E kemi shumë për zemër atë patriotizmin ton që nuk e vëm prap në të mirë të vendit, përveç se në të mirë të rrjeteve sociale. Po atëherë le të fillojmë të punojmë për të mirën. Absolutisht. Edhe në këtë notë, unë them që më mirë duhet të fillojmë të punojmë në të mirën e mos ia lëm fatit bashkimin ton kombëtar. Absolutisht. Dhe minimumi që ne mund të bëjmë është të mbajmë lidhje shumë të forta me shqiptarët e Malezi, Kosovës, Çamërisë patjetër që i kemi në Shqipëri edhe në Maqedoninë e Veriut. Shumë mirë. Shpresojmë. Le të shohim çfarë do sjellë Brezion atëherë. Argjela, shumë faleminderit. Faleminderit ty, Ergjit. Dashur miq, ne do jemi bashk 2 herë në muaj, kështu që ju presim herën tjetër. Edhe një herë gëzuar festat e pavarësisë, çdo shqiptar në çdo vend të botës. Faleminderit që na ndoqët edhe shihemi herën tjetër.